mësoja fëmijët tanë këto fjalë për Rasulit alayhi salam, e ti si i madh, e si fëmijë, në qoftë se i mëson për veti kanë me të kry punë gjithmonë jetën tane. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ka një vogël, o ka fëmijë nërthmi, e i ka thonë Muhamedi alayhi salam njëherë, i ka thonë o djalosh, a donë ti mësoj do fjalë, kanë me të ba dobi të një jetën tane. Ka thonë gjithsesi ja Rasulullah. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, i ka thonë ruje Allahun, Allahu të runë ty. Qysh me rujt Allahun azugjel, i runë kufit që i ka caktu Allahu azugjel. Nëse Allahu azugjel ka thonë, deri këto e knena jo, këto nalesh. Kjo është haram, këto nalesh. Kjo është halal, këto aban. Kështu banja, kështu falo, kështu falesh. Kjo është me rujt Allahun azugjel, në të kuptimin me i rujt kufit e Allahut, me i praktiku halalet e monal pe harameve. E në qofë se i ban këto, Allahu të runë ty. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ruja Allahun, ki me pa gjithmonë ndihimën e ti pra teje. Gjithmonë ki me vrejt, ka me ka ndihme Allahut me ty gjithmonë. Kanë me të zgjedh qështjet, thu që është dikush para teje të ecë të zgjedh qështjet. Qofë se ti, e runë Allahun azugjel në të kuptimin, i runë këto që i përmenëm. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kujtoj Allahun kur je në rahati, me dhikër, me përmendje. I kujton mirësitë e Allahut azugjel, e falenderon Allahun azugjel kur je shnash, rahat. Thot Muhamedi alayhi salam të kujton ty me ndihmën e tina, në të kuptimin një man ty kur ki nevojë në vështërsi. Qofë se ti e kujton Allahun azugjel kur je në rahati, Allahu ndihmon ty kur je në vështërsi. Ama ti kur je shnash, nuk të bjen për Allahun azugjel me në kor, kjo është nuk është aje që ka Allahu dëmë për neve, mas pak të mujna me thanë. Pastaj e ka mësu Muhamedi alayhi salam, i ka thanë, e kur lëpsh diçka, lëp vetëm prej Allahut. Dhe pse, lejohet për gjëra për shumë të thjeshta, mi thonë dikuna bima do uj. Mirë për në qofë se lutë për gjëra që janë jashtë fuqis njerëzore, këto nuk lejohet me lutë kur kanë përveç Allahun azza wa jall. Po mirë është që me mësu vetën tane që punë të vogla me kry këtë vetë që ka mënësh, e mos më bëjë në zarë për kur kanë, jo për menje masis, po është prej edebit muslimanit, mos me lutë kur kanë, me kry vetë punët. Një pejgamberi radiallahu anhu, o ka në xhami, të nejtë, e ka ardhë o dhe hesi muslimanve. I ka thonë, po du me të një mu diçka veç lëp, qka danë. Një pejgamberit i ka thonë këtina, ka thonë, po në vjemarë në xhami, me lutë dikon tjetër përveç Allahun azugjel. O dhe hesit muslimanve, këtë në udalë, o dhe hesi muslimanve për jashtë xhamisë edhe ka pritë. Dhe udalë prej xhamisë. Ka thonë që, tash e dalë prej xhamisë, tash mënesh me lyp çka dush. Ky ka thonë, ka një imam, ka thonë, me të lutë ty prej çështjeve të dunjas po mënon, apo prej çështjeve të ahiretit. Ky udhëhesi muslimanëve ka thonë, jo, prej çështjeve të dunjas, për në ahiret së ndihmoj. Ka thonë, ka thonë, për çështjet e dunjas, nuk e kom lutë ata që i ka çështje në dorë, krej, e po të lutë ty, anë asën këtë rast se ka lutë, për shkak se nuk jën kanë dërshtrirë kor. Gjithmonë e kam provu me forcët e veta deri në fund. Pastaj i ka thonë, në qofë se mbështetesh, mbështetë të Allahu, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetë të ai i cili është i gjallë, nuk vdes kur. Jo më mbështetë të dikush edhe ma e men këta prej meje, sa të mbështetesh të dikush ka me dështu qaj që e mbështetë ai, ma e men këta. Të manë, këti mytin e kitë, thujo, për që është e këtë sigur të mbanë zgjidhje. Tije që s'ka me mujtë me të bazidje, për shkak se Allah nuk dënë mi para të tina të mbështetën të dikush, edhe qënë gjithmonë në sebeb. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë, e dije, ma e men, që këtë njerëzit më qu, këtë bota më qu me të bohajrë, diçka nuk mujnë me të bohajrë, përveç asajna që Allahu ka shkru për ty. Edhe ka thonë, edhe dije që këtë njerëzit më qu me të bohajrë diçka, me të dëmtu diçka, nuk mujnë me të dëmtu përveç asajna që Allahu azza wa jall ka caktu për ty. Këto mësime ja vlen me i di çdo musliman, e fundit po thëmë, ruaj Allahun, Allahu të ruan ty.